Pse ndihemi pa energji, edhe kur ham shëndetshëm? Shumë njerëz sot zgjohen të lodhur, edhe pse flen mjaftueshëm. Pin kafe, ndoshta edhe 2 apo 3 filxhan, por energjia zgjat pak. Pas dite vjen përgjumja, mungesa e fokusit, irritimi dhe ndjesia se trupi nuk të bindet. Shkaku nuk është gjithmonë mungesa e ushqimit apo mosha. Në shumë raste, problemi qëndron te mungesa e stimulimit natyral të trupit, sidomos te metabolizmi, qarkullimi i gjakut dhe sistemi nervor. Përpara se të ekzistonin suplementet, pijet energjike dhe barnat, njerëzit mbështeteshin te erëzat. Jo vetëm për shije, por për forcë, rezistencë, për qëndrim dhe vitalitet. Në këtë seri të gjatë do të zbulojmë erëzat më të fuqishme energjike, të përdorura prej mijëra vitesh në mjekësinë tradicionale indiane, kineze, arabe dhe ballkanike, erëza që sot shumë njerëz i kanë në kuzhinë, por nuk e din fuqinë e tyre të vërtetë. Xhenxhefili, motori natyral i energjisë. Çfarë është xhenxhefili dhe pse quhet rënja e energjisë? Xhenxhefili është një rënjë me aromë të fortë dhe shije pikante. E përdorur prej mbi 5000 vitesh si ilaç natyral për lodhjen, ftohjen, problemet e tretjes dhe mungesën e energjisë. Në mjekësinë tradicionale, indianët e përdornin për zjarrin e brendshëm, agni, kinezët për rritjen e qis, energjisë jetësore, arabët për forcimin e trupit dhe mendjes. Nuk është rastësi që xhenxhefili aktivizon trupin pa e lodhur, ndryshe nga kafeina. 2. Si e rrit xhenxhefili energjinë në trup? Xhenxhefili vepron në disa nivele njëkohësisht. A. Aktivizon qarkullimin e gjakut. Përbërësit aktiv, gingeroli dhe shogaoli zgjojnë qarkullimin, duke quar më shumë oksigjen në tru dhe muskuj. B. Përmirëson tretjen. Një tretje e dobët, energji e ulët. Xhenxhefili ndihmon stomakun të përthith më mirë ushqyesit. Sul inflamte. Inflamacioni i brendshëm është një nga shkaqet kryesore të lodhjes kronike. Destabilizon sheqerin në gjak. Paluhatje energjie, pa rënje të papritur. 3. Shenjat që trupi juaj ka nevojë për xhenxhefil. Nëse përjetoni shpesh, lodhje pa arsye, ftohje të shpeshta, duar dhe këmbë të ftohta, fryrje barku, mungesë përqendrimi, përgjumje pas ushqimit, atëherë trupi juaj po kërkon stimulim natyral, jo kafe më shumë. 4. Si ta përdorni xhenxhefilin për energji maksimale, çaj energjik në mëngjes. Një copë xhenxhefili freskët, 2-3 se. Një gotë ujë nxehtë. Pak limon, opsional. Pijeni me stomak bosh për zgjim të plot të trupit. Xhenxhefil mjaltë. Kombinim ideal për energji të qëndrueshme gjatë ditës. Në ushqim. Në supa, perime, mish ose oriz energji pa stimul artificial. 5. Kush duhet të ketë kujdes? Xhenxhefili është i sigurt për shumicën, por mos e teproni nëse keni probleme serioze gastrike. Shmangeni në doza të larta para gjumit. 6. Pse xhenxhefili funksionon edhe pas moshës 60? Me kalimin e viteve, qarkullimi ngadalësohet, metabolizmi bie, energjia zvoglohet. Xhenxhefili vepron pikërisht aty ku trupi plaket më shpejt. Kurkuma, shafrani indis, erëza që zgjon energjinë e thellë të trupit. 1. Kurkuma më shumë se një erës. Kurkuma nuk është thjesht një pluhur i verdhë që i jep ngjyrë ushqimit. Në mjekësinë tradicionale indiane, Ayurveda, ajo quhet pastruesja e trupit dhe e mendjes. Në kohët e lashta, kur dikush vuante nga lodhje e vazhdueshme, dhimbje trupi pa shkak të qartë, mjegull mendore, mungesë force, këshilla e parë ishte kurkum çdo ditë. Arsyeja, sepse lodhja shpesh nuk vjen nga mungesa e energjisë, por nga bllokimi i saj. 2. Si e rrit kurkuma energjinë? Mekanizmi i fshehtë, a lufton inflamacionin kronik. Inflamacioni i fshehtë është një vjedhës energjie. Trupi shpenzon energji për të luftuar diçka që nuk shihet. Kurkuma ul inflamacionin në muskuj, lehtëson dhimbjet e nyjeve, çliron energjinë e bllokuar. B. Pastron mëlçin. Një mëlçi e lodhur, trupi lodhur. Kurkuma ndihmon detoksifikimin natyral, duke i lejuar trupit të funksionojë më lehtë. Përmirëson funksionin e trurit. Studimet tregojnë se kurkumina rrit përqendrimin, përmirëson kujtesën, ul lodhjen mendore. 3. Pse njerëzit ndihen më energjik pas 7-14 ditësh? Kurkuma nuk është stimulues i menjëhershëm si kafeja. Ajo punon nga brenda, ngadalë por sigurt. Pas përdorimit të rregullt, trupi ndalet së luftuari inflamacionin.
Tretja përmirësohet. Gjumi bëhet më cilësor. Energjia zgjohet natyrshëm. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz thonë, nuk e kuptoj kur ndodhi, por jam më energjik. 4. Si ta përdorni kurkumën për energji reale, qumësht i artë, golden milk. Një gotë qumësht edhe bimor. Lug çaji kurkum. Pak piper i zi, thelbësor. Pak mjaltë. Piper i zi rrit përthithjen e kurkuminës deri në 2000 IQ. Në ushqime të përditshme. Supa, oriz, perime, vezë, energji pa stres për trupin. Kurkum në kapsula. E dobishme, por vetëm nëse përmban piper të zi ose ekstrakt të standardizuar. 5. Kurkuma dhe mosha mbi 50-60 vjeç. Me moshën, inflamacioni rritet, dhimbjet shtohen, energjia bie. Kurkuma, mbron nyjet, ndihmon zemrën, përmirëson lëvizshmërinë. Kur lëvizja përmirësohet, energjia rikthehet. 6. Kush duhet të ketë kujdes? Mos e përdorni në doza të larta nëse keni gur në tëmth. Ndalohet teprimi nëse merrni hollues gjaku. Në doza ushqimore është shumë e sigurt. 7. Pse kurkuma është energji e pastër? Nuk krijon varësi. Nuk lodh sistemin nervor. Nuk shkakton rënje e energjie më vonë. Është energji që ndërtohet, jo që digjet shpejt. Speci i kuq djegës. Shkëndia që ndez energjin brenda minutash. Speci djegës, energji e menjëhershme nga natyra. Speci i kuq djegës nuk është thjesht një erës pikante. Ai është një nga aktivizuesit më të fuqishëm natyral të energjisë. I përdorur prej shekujsh në Amerikën Latine, Azi dhe Ballkan. Popujt që e përdorin rregullisht, lëvizin më shumë, ndihen më ngrohtë, kanë metabolizëm më aktiv, lodhen më pak. Arsyeja kryesore është kapsaicina, përbërësi aktiv që zgjon trupin si një alarm natyral. 2. Si e rrit speci djegës energjin kaq shpejt? A aktivizon sistemin nervor. Kapsaicina dërgon sinjale në tru që rrisin vigjilencën dhe reagimin. Rezultati: ndihesh më i zgjuar, përqendrohesh më shpejt, trupi reagon më fort, rrit metabolizmin. Speci djegës rrit temperaturën e trupit, përshpejton djegjen e kalorive, shndërron ushqimin në energji më efikase, përmirëson qarkullimin. Gjaku qarkullon më shpejt, më shumë oksigjen, më shumë energji muskulore. 3. Pse njerëzit e lodhur ndihen të ringjallur pas konsumit? Kur lodhja vjen nga metabolizëm i ngadalt, qarkullimi i dobët, trupi ftohtë nga brenda, speci djegës vepron si shkrepse. Shumë njerëz raportojnë ndjesin ngrohtësie, rritje energjie pas 10-20 minutash, më pak përgjumje pas ushqimit. 4. Speci djegës dhe energjia mendore. Jo vetëm trupi, por edhe truri përfiton. Kapsaicina çliron endorfina, hormonet e mirëqenjes, ul stresin, rrit motivimin. Kjo shpjegon pse pas një vakti pikant ndihesh më i gjallë dhe më pozitiv. 5. Si ta përdorni specin djegës pa e dëmtuar stomakun? Filloni ngadalë. Një maj luge është e mjaftueshme në fillim. Në ushqim të ngrohtë, supa, fasule, perime, kombinimi ideal për energji të qëndrueshme. Me limon ose kos. Zbut djegjen dhe mbron stomakun. 6. Kush përfiton më shumë nga speci djegës? Veçanërisht, persona me metabolizëm të ngadalt, duar dhe këmbë të ftohta, lodhje pas ushqimit, mungesë motivimi. Pas moshës 50, shumë njerëz ndihen më energjik kur e përdorin në sasi të vogla, por rregullisht. 7. Kush duhet të ketë kujdes? Persona me ulqer ose gastrit aktiv. Nëse ndjeni djegje të fortë, ndaloni. Shmangeni në mbrëmje nëse ndikon në gjumë. 8. Speci djegës nuk është për të gjithë, por për ata që e tolerojnë. Ai nuk jep energji të qetë si kurkuma. Ai jep energji aktive, të zjarrt. Për shumë njerëz është pikërisht ajo që u ka munguar prej vitesh. Kanella, energji e qëndrueshme pa rënje dhe pa lodhje. 1. Kanella, erza që trupi e kupton me njëherë. Kanella është një nga erzat më të vjetra të përdorura nga njeriu. Në lashtësi, ajo vlerësohej sa ari, jo vetëm për aromën, por për aftësinë e saj për të mbajtur trupin zgjuar dhe të qëndrueshëm. Ndryshe nga stimuluesit e fortë, kanella nuk e trondit sistemin nervor, nuk krijon varësi, nuk shkakton rënje energjie më vonë. Ajo punon në heshtje, por fuqishëm.
2. Sekreti kryesor i kanellës, sheqeri në gjak. Shumë njerëz ndihen të lodhur sepse sheqeri në gjak rritet shpejt. Pastaj bie papritur. Vjen përgjumja, nervozizmi dhe mungesa e energjisë. Kanella rrit ndjeshmërinë ndaj insulinës. Stabilizon glukozën. Mban energjinë të barabartë për orë të tëra. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz ndihen më mirë pa e kuptuar pse. 3. Kanella dhe energjia mendore. Kur truri merr glukozë të qëndrueshme, përqendrimi rritet. Kujtesa përmirësohet. Mendja mbetet tek thjellët. Kanella ndihmon pikërisht këtu. Student, punonjës zyre dhe persona mbi 50 vjeç raportojnë. Më pak mjegull mendore. Më shumë fokus. Më pak nevojë për kafe. 4. Si ta përdorni kanellën për energji reale, kafe ose çaj me kanellë. Një maj kanellë. Zbut efektin e kafeinës. Shmang rënjen e energjisë. Mëngjes energjik. Në tërshër kos, fruta ose bukë integrale. Kanellë mjaltë. Kombinim klasik për forcë dhe vitalitet. 5. Lloji i kanellës ka rëndësi. Jo çdo kanellë është e njëjtë. Kanella ceylon më e sigurt për përdorim të përditshëm. Kanella casia më e fortë, por jo për teprim afatgjatë. Për energji ditore, ceylon është zgjedhja më e mirë. 6. Kanella dhe lodhja pas moshës 60. Me moshën, metabolizmi i sheqerit dobësohet. Energjia bie. Rreziku i diabetit rritet. Kanella ndihmon kontrollin e glukozës. Mbron enët e gjakut. Përmirëson ndjesinë e forcës. Një trup me sheqer të balancuar është trup me energji. 7. Kush duhet të ketë kujdes? Mos e teproni, një lugë çaji në ditë mjafton. Personat me probleme të mëlçisë duhet të zgjedhin vetëm ceylon. 8. Pse kanella është erza e energjisë së mençur? Ajo nuk ju shtym përpara me forcë. Ajo ju mban të qëndrueshëm gjatë gjithë ditës. Dhe kjo është energjia që shumë njerëz e kërkojnë prej vitesh. Piperi i zi, përforcuesi i padukshëm i energjisë 1. Piperi i zi, erza që shumica e përdor gabim. Piperi i zi është ndoshta erza më e përhapur në botë, por edhe më e nënvlerësuara. Shumë njerëz e shohin vetëm si shtesë shijeje, pa e ditur se ai është një aktivizues i fuqishëm biologjik. Në mjekësinë tradicionale, konsiderohej hapësi i rrugëve, përdorej për të zgjuar trupin e plogësht. Kombinohej gjithmonë me erza të tjera për t'i bërë më efektive. Sekreti i tij quhet piperin. 2. Piperina, molekula që zgjon trupin. Piperina vepron në disa drejtime kyçe. A rrit përthithjen e ushqyesve. Pa piper të zi, shumë vitamina dhe minerale kalojnë pa u përthithur. Me piper, më shumë energji nga i njëjti ushqim. Më pak lodhje pas vakteve. B. Aktivizon sistemin nervor lehtë. Jo si stimuluesit artificial, por si një zgjim i butë. Përmirëson tretjen. Më pak fryrje, më shumë energji e lirë. 3. Piperi i zi dhe energjia mendore. Piperina përmirëson qarkullimin drejt trurit. Ndihmon përqendrimin. Ul ndjesinë e mjegullës mendore. Kjo është arsyeja pse shumë formula natyrale për fokus përmbajnë piper të zi. 4. Pse piperi i zi shumë fishon fuqinë e erzave të tjera. Një fakt pak i njohur. Kurkuma, piper i zi, deri 20 herë më efektive. Xhenxhefil, piper, energji më e qëndrueshme. Kanellë, piper, metabolizëm më aktiv. Piperi i zi është si çelësi që hap derën e energjisë. 5. Si ta përdorni piperin e zi për energji reale gjithmonë i freskët. Piperi i bluar në moment ka fuqi shumë më të madhe. Në çdo vakt kryesor. Edhe një sasi e vogël bën diferencë. Në çaj ose qumësht të artë. Një maj lugë mjafton. 6. Piperi i zi dhe lodhja kronike. Shumë njerëz vuajnë nga lodhje sepse trupi nuk përthith mirë. Ushqimi nuk shndërrohet plotësisht në energji. Piperi i zi e zgjidh këtë problem nga rënja. 7. Kush duhet të ketë kujdes? Mos e teproni nëse keni stomak shumë të ndjeshëm. Shmangeni në sasi të mëdha në mbrëmje. Në sasi normale ushqimore, është shumë i sigurt. 8. Pse piperi i zi është energjia që nuk duket. Nuk e ndjeni si shpërthim, por e ndjeni si funksionim më të mirë të trupit. Dhe shpesh, kjo është energjia që na ka munguar prej vitesh. Kardamomi, energji e pastër për trurin dhe frymarrjen 1. Kardamomi, erza e ajrit dhe qartësisë.
Kardamomi është një nga erëzat më aromatike në botë dhe në mjekësinë tradicionale konsiderohet erëza e qartësisë mendore. Ndryshe nga erëzat djegëse që ndezin trupin, kardamomi hap, pastron dhe lehtëson. Në kulturat e vjetra, përdorej për lodhje mendore. Rekomandohej pas sëmundjeve. Jepej për njerëz që ndiheshin të rënduar nga brenda. 2. Si e rrit kardamomi energjinë në mënyrë të butë. A përmirëson frymëmarrjen. Frymëmarrje më e thellë, më shumë oksigjen, më shumë energji. Kardamomi hap rrugët e frymëmarrjes. Lehtëson kraharorin. Rrit ndjesinë e gjallërisë. B. Pastron sistemin tretës. Tretja e lehtë, trupi lehtë. Ai ul fryrjen, gazrat, ndjesinë e rëndesës pas ushqimit. 3. Kardamomi dhe energjia mendore. Kur trupi nuk është i rënduar, mendja qartësohet. Kardamomi përmirëson fokusin. Ul ankthin e lehtë. Rrit vigjilencën pa nervozizëm. Prandaj përdoret shpesh në kafe arabe dhe çajra meditativ. 4. Si ta përdorni kardamomin për energji maksimale, kafe me kardamom. Një maj pluhur kardamomi. Zbut efektin e kafeinës. Parandalon dridhjet. Jep energji të pastër. Çaj pas diteje. I përsosur kur ndiheni të lodhur, por nuk doni stimulim të fortë. Në ushqime. Oriz, perime, supa ndjesi lehtësie pas vakteve. 5. Kardamomi dhe lodhja emocionale. Shumë lodhje nuk është fizike, por emocionale. Aroma e kardamomit qetëson sistemin nervor. Rrit humorin. Ul ndjesinë e stresit. Një mendje më e qetë ka më shumë energji. 6. Kush përfiton më shumë nga kardamomi? Veçanërisht, persona me lodhje mendore. Fryrje dhe rëndesë pas ushqimit. Ankth të lehtë. Ndjesi bllokimi në kraharor. Është ideal për mosha 40, ku energjia kërkon më shumë ekuilibër. 7. Kush duhet të ketë kujdes? Mos e teproni, aroma është e fortë. Personat me alergji specifike duhet ta testojnë me sasi të vogla. 8. Pse kardamomi quhet energjia që frymon? Ai nuk shtyn, nuk djeg, nuk trondit. Ai ju bën të merrni frymë më lirshëm. Dhe shpesh, vetëm kjo mjafton që energjia të rikthehet. Arëmyshku muskadi, energjia e thellë që zgjon forcën e brendshme 1. Arëmyshku erëz e fuqishme, por e rrezikshme në teprim. Arëmyshku është një nga erëzat më të forta që ekzistojnë. Në mjekësinë tradicionale përdoret si tonik për forcën fizike, mendore dhe seksuale, por gjithmonë në sasi shumë të vogla. Në kohët e vjetra, u jepej burrave dhe grave të lodhur. Përdorej për mungesë force. Rekomandohej pas sëmundjeve të gjata, por gjithmonë me respekt sepse fuqia e tij është e lartë. 2. Si e rrit arëmyshku energjinë? A aktivizon sistemin nervor qendror. Në doza të vogla, rrit vigjilencën. Përmirëson reagimin. Rrit ndjesinë e forcës së brendshme. B. Përmirëson qarkullimin e gjakut. Gjaku lëviz më lirshëm, më shumë oksigjen, më shumë energji. Ndikon në energjinë seksuale. Arëmyshku njihet si afrodiziak natyral, sidomos tek persona që ndihen të lodhur dhe pa dëshirë. 3. Arëmyshku dhe lodhja e thellë. Ka një lloj lodhjeje që nuk ikën as me gjumë. Kjo vjen nga shterimi nervor, stres i gjatë, mungesë motivimi. Arëmyshku në sasi mikroskopike ndihmon ringjalljen e sistemit nervor, rikthimin e ndjesisë së forcës. 4. Si ta përdorni arëmyshkun sakt, shumë e rëndësishme, rregulli i artë. Kur mos e teproni, një maj thike pluhur, jo më shumë. Një herë në ditë, jo çdo ditë për muaj të tëra. Me qumësht të ngrohtë. Kombinimi klasik për energji dhe qetësi njëkohësisht. Me mjaltë. Ndihmon përthithjen dhe ul rrezikun e efekteve anësore. 5. Kush përfiton më shumë nga arëmyshku? Veçanërisht, persona me lodhje të thellë nervore. Mungesë dëshire dhe force. Ndjesi boshllëku energjik. Njerëz mbi 50-60 vjeç që ndihen të shuar. 6. Kush e kë duhet ta përdor? Gra shtatëzna. Persona me probleme neurologjike. Persona që vuajnë nga ankthi i fortë. Teprimi mund të shkaktojë marramendje, konfuzion, rrahje të shpejta zemre. 7. Pse arëmyshku quhet energjia e errët? Sepse nuk është për përdorim të shpeshtë. Nuk është për të gjithë, por kur përdoret sakt, jep fuqi të thellë. Është si një çelës rezervë për momente kur trupi është vërtet i shtruar.
8. Mesazh i rëndësishëm. Energjia nuk vjen gjithmonë nga stimulimi. Ndonjëherë vjen nga zgjimi i sistemeve të fjetura. Arëmyshku e bën pikërisht këtë. Kumini, çliruesi i energjisë së bllokuar në trup 1. Kumini erza që zgjidh nyjet e brendshme. Kumini, kimioni, është një erëz që shumë njerëz e lidhin vetëm me shijen e ushqimit tradicional. Por në mjekësinë e vjetër ai njihet si erza që çliron trupin nga bllokimet. Kur energjia nuk mungon, por nuk qarkullon, trupi ndihet i rënduar, i fryrë, i lodhur pa arsye të qartë. Kumini vepron pikërisht këtu. 2. Si e kthen kumini lodhjen në energji, a përmirëson tretjen thellësisht. Kumini stimulon enzimat tretëse, ul fryrjen, eliminon gazrat. Një tretje e mirë, më pak energji e humbur. B. Pastron zorët dhe mëlçin. Kur trupi mban mbetje, energjia bllokohet, mendja rëndohet. Kumini ndihmon trupin të çlirohet. 3. Kumini dhe lodhja pas ushqimit. Nëse ndiheni të përgjumur pas vakteve, pa energji në mesditë, me bark të rënd, problemi nuk është mungesa e energjisë, por keq shfrytëzimi i saj. Kumini e rregullon këtë. 4. Si ta përdorni kuminin për energji maksimale, çaj kumini në mëngjes. Një lugë çaji fara kumini. Një gotë ujë të nxehtë. Pastron dhe zgjon trupin but. Në ushqime, veçanërisht në bishtajore, oriz, mish dhe perime. Kumini i pjekur lehtë, më i butë për stomakun dhe më efektiv. 5. Kumini dhe energjia mendore. Kur zora funksionon mirë, truri qartësohet, humori përmirësohet, përqendrimi rritet. Kumini ndikon në boshtin zor-tru, që është thelbësor për energjinë. 6. Kush përfiton më shumë nga kumini? Veçanërisht, persona me fryrje kronike, lodhje pas ushqimit, metabolizëm të ngadalt, ndjesi bllokimi në bark, ideal për mosha 45. 7. Kush duhet të ketë kujdes? Mos e teproni nëse keni stomak shumë të ndjeshëm. Filloni me sasi të vogla. 8. Pse kumini është energjia që lirohet? Ai nuk shton energji artificiale. Ai heq pengesat që e mbajnë energjinë të mbyllur. Dhe shpesh, kjo është e mjaftueshme që trupi të ringjallet. Karafili, zgjimi i fuqishëm i trupit dhe mendjes 1. Karafili, erëz e vogël, fuqi e madhe. Karafili është një nga erëzat më të forta për nga përmbajtja e përbërësve aktiv. Në mjekësinë tradicionale përdorej si stimulues natyral i sistemit nervor, analgjezik dhe tonik energjie. Në të kaluarën, përtypej për lodhje ekstreme, përdorej për të zgjuar mendjen. Jepej për njerëz të raskapitur. Aroma e tij e fortë është një sinjal për fuqinë që fshe. 2. Si e rrit karafili energjinë, a stimulon sistemin nervor. Përbërësi kryesor, eugenoli, rrit vigjilencën dhe reagimin. Rezultati: mendje më e mprehtë, më pak përgjumje, më shumë fokus. B. Përmirëson qarkullimin. Gjaku lëviz më lirshëm, më shumë oksigjen, energji më e fortë. Slufton infeksionet e fshehta. Infeksionet e lehta kronike konsumojnë energji. Karafili ndihmon në eliminimin e tyre. 3. Karafili dhe lodhja mendore. Nëse ndiheni mendërisht të shtëruar, pa motivim, të hutuar, karafili vepron si zgjimi menjëhershëm. Përtypja e një karafili freskon frymën, zgjon trurin, jep ndjesi vigjilence. 4. Si ta përdorni karafilin për energji, përtypje direkte. Një karafil, jo më shumë se 1-2 herë në ditë. Çaj karafili. 2-3 karafila. Ujë nxehtë, ideale për pasdite. Në kafe ose çaj. Një aromë lehtë, por efekti fort. 5. Karafili dhe energjia fizike. Karafili ul dhimbjet muskulore, rrit qëndrueshmërinë, ndihmon rikuperimin. Prandaj përdoren nga luftëtarët dhe udhëtarët në kohët e vjetra. 6. Kush përfiton më shumë nga karafili? Veçanërisht, persona me lodhje mendore, përgjumje gjatë ditës, mungesë përqendrimi. Persona mbi 50 vjeç që ndihen të fikur. 7. Kush duhet të ketë kujdes? Mos e teproni shumë i fortë. Personat me tension të lartë duhet ta përdorin me kujdes. Shmangeni në mbrëmje vonë. 8. Pse karafili quhet zgjimi i menjëhershëm? Ai nuk jep energji të butë. Ai zgjon, dhe ndonjëherë trupi ka nevojë pikërisht për këtë. Shafrani i vërtet.
energjia që zgjon gëzimin dhe vitalitetin. 1. Shafrani, ari i kuq i energjisë. Shafrani i vërtet, jo shafrani i indis, është erza më e shtrenjtë në botë, por edhe një nga tonikët më të fuqishëm për energjinë emocionale dhe mendore. Në mjekësinë e lashtë persiane dhe arabe, përdorej për trishtim dhe melankoli. Jepej për lodhje të thellë. Rekomandohej për forcim të zemrës dhe mendjes. Nuk jep energji agresive, por energji të gëzueshme. 2. Si e rrit shafrani energjinë? A rrit serotoninën. Shafrani ndihmon balancimin e hormoneve të humorit. Rezultati: më pak apati, më shumë dëshirë për veprim, ndjesi gëzimi të lehtë. Shumë njerëz e ngatërojnë mungesën e energjisë me depresion të lehtë. B. Përmirëson oksigjenimin e trurit. Truri i ushqyer mirë është tru energjik. Sul lodhjen mendore. Shafrani është ideal për persona që ndihen emocionalisht të raskapitur. 3. Shafrani dhe lodhja pas moshës 50-60 vjeç. Me kalimin e viteve, humori bëhet më i sheshtë, motivimi bie, energjia zvoglohet. Shafrani rikthen ngjyrën emocionale, nxit dëshirën për lëvizje, përmirëson cilësinë e jetës. 4. Si ta përdorni shafranin për energji? Çaj shafrani. 3-5 fije shafrani. Ujë nxehtë. Pijeni në mëngjes ose paradite. Me qumësht të ngrohtë. Kombinim qetësues dhe energjik njëkohësisht. Në ushqime. Sasi shumë e vogël, efekt i madh. 5. Kujdes. Shafrani nuk është për teprim. Doza e vogël është qelësi. Mos e përdorni çdo ditë për muaj të tëra. Shmangeni në shtatzëni. 6. Pse shafrani quhet energjia e lumtur? Ai nuk ju shtyn. Ai ju fton. Kur humori rritet, energjia vjen vetë. 7. Shafrani dhe energjia seksuale. Në traditat e vjetra, përdorej për rritjen e dëshirës, për forcimin e vitalitetit. Energjia emocionale dhe seksuale janë të lidhura ngushtë. 8. Mesazh përfundimtar i kësaj pjese. Jo çdo lodhje është fizike. Disa lodhje janë mungesë gëzimi. Shafrani e rikthen këtë shkëndij. Si të merrni energjinë që ju ka munguar prej vitesh. 1. Energjia nuk është vetëm kafe dhe stimuj artificial. Gjatë këtij artikulli kemi zbuluar 10 erza të fuqishme, secila me karakterin dhe mënyrën e vet për të zgjuar trupin dhe mendjen. Xhenxhefili aktivizon qarkullimin dhe tretjen. Kurkuma lufton inflamacionin dhe përmirëson energjinë e brendshme. Speci i kuq djegës ndez metabolizmin dhe stimulon trupin menjëherë. Kanella stabilizon sheqerin dhe energjinë për orë të tëra. Piperi i zi përforcon përthithjen e ushqyesve dhe shumëfishon efektin e erzave të tjera. Kardamomi lehtëson frymarrjen, çliron trupin dhe energjinë mendore. Arëmyshku rikthen forcën e brendshme dhe vitalitetin e thellë. Kumini pastron trupin dhe çliron energjinë e bllokuar. Karafili zgjon sistemin nervor dhe lufton lodhjen. Shafrani i vërtet rrit humorin, vitalitetin emocional dhe dëshirën për jetë. Secila erës ka fuqinë e vet, por kombinimi i tyre i zgjuar mund të sjellë një energji të qëndrueshme, të pastër dhe natyrale. 2. Mësimi kryesor. Energjia e vërtet nuk vjen nga stimuluesit artificial, por nga kujdesi ndaj trupit dhe balancimi i brendshëm. Kur trupi funksionon mirë, tretja është optimale. Qarkullimi i gjakut është aktiv. Hormonet e humorit janë të balancuara. Sistemi nervor është i freskët. Erzat që përmendëm janë qelësi për të zgjuar këto sisteme. 3. Si t'i përdorni për efekt maksimal. Filloni me sasi të vogla dhe shtoni gradualisht. Kombinoni erzat me ushqime të shëndetshme dhe ujë të mjaftueshëm. Përdorni disa prej tyre bashkë në vakte ose çajra për efekt sinergjik. Respektoni fuqinë e erzave të forta si arëmyshku, speci djegës dhe karafili. Një kombinim i zgjuar mund të rikthejë energjinë që keni humbur prej vitesh. 4. Mesazhi përfundimtar. Energjia nuk është luks. Ajo është një gjendje natyrale që trupi mund ta prodhojë vetë, nëse i jepni stimulimin e duhur, ushqimin e duhur, erzat e duhura. Në vend të kafeinës, pijes energjike ose barnave, provoni fuqinë e natyrës. Xhenxhefili, kurkuma, speci djegës, kanella, piperi i zi, kardamomi, arëmyshku, kumini, karafili dhe shafrani janë miqtë tuaj më të mirë për energji të qëndrueshme dhe vitalite. 5. Thirrje për veprim. Filloni sot. Shtoni xhenxhefilin në çajin e mëngjesit. Përdorni kanellën në mëngjesin tuaj.
Eksperimentoni me kardamomin dhe kuminin në vakte. Mbani arëmyshkun dhe karafilin për momente kur trupi është i lodhur. Do të ndjeni energji, qartësi mendore dhe gëzim natyral që keni kërkuar prej vitesh. Në fund, sekreti i energjisë së vërtet është kombinimi i mençuri natyrës dhe kujdesi për trupin. Erzat nuk janë vetëm shije, por qelësi për një jetë të plotë, të gjallë dhe të energjizuar.